Përpara se të caktojnë afata ambicioze për integrimin në Bashkimin Evropian, vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të hapin dyert për tregti dhe lëvizje të lirë mes njëri tjetrit. Ky ishte mesazhi që dha i ngarkuari me punë i ambasadës gjermane në Tiranë gjatë një takimi të organizuar për lëvizshmërinë rajonale. Integrimi rajonal krijon përfitime ekonomike, prandaj procesi i Berlinit është përqendruar në një integrim rajonal që është një plotësues i rëndësishëm për proceset tuaja të integrimit. Dhe mendoj se kjo nënvizohet qartë edhe nga fakti se integrimi rajonal është një komponent thelbësor i planit të rritjes. Drejtori i Institutit për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ardian Haçkaj sfidë konsideron edhe zbatimin e marrëveshjeve të tregtisë së lirë që firmosen në kuadër të CEFTA-s. Marrëveshjet rajonale nuk kanë efekt të menjëhershëm në zbatim. Çdo marrëveshje duhet të përkthehet në legjislacionin kombëtar, gjë që kërkon shumë punë. Adoptimi, ratifikimi dhe zbatimi i tyre është shumë kompleks në vendet tona, veçanërisht për marrëveshjet CEFTA. Është koha për të lënë pas konfliktet e së shkuarës, thot ambasada gjermane, pasi ndasit tregtare në rajon po dëmtojnë qytetarët. Krijimi i tregut të përbashkët rajonal dhe lëvizshmëria rajonale mund të arrihen këtu në këtë rajon. Integrimi rajonal mund të zvogloj pengesat burokratike për shkëmbimin ekonomik të industrisë. Pikërisht këto hapa mund të nxisin investimet, pasi monopolet që rrjedhin sigurisht janë në kurriz të konsumatorëve. Takime të tilla do të zhvillohen në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor me qëllim avancimin drejt bashkëpunimit rajonal, eliminimit të burokracive në përkufi dhe për të ndihmuar në lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave.